15 dhjetor 2004, në një tragedë që niste nga Trieste drejt Durrësit, në bord me smira pasagjerëve, ishte edhe Irena Seli. Ajo hipi në tragedë së bashku me të shoqen, por a zbriti ndonjëherë? Sipas dostis hetimore, Irena dhe bashkëshorti i saj Agi Musha debatuan gjatë qëndrimit në tragedë. Marrëdhënia e tyre nuk ishte e mirë sepse kishin shpesh debate dhe xhelozi. Tragedi mbërriti në portin e Durrësit rreth orës 13:30 minuta. Ai zbriti, shkoi të merrte makinën dhe kur doli në shesh pushim, Irena nuk ishte aty. Agimi mendoi se ajo ishte larguar e zemëruar dhe kishte ikur me taksi drejt Tiranës, por kur kontaktoi familjarët dhe fëmijët, askush nuk dinte asgjë për të, dhe këtu nis misteri. Nga hetimet rezultoi se Irena kishte hipur në tragedë, por nuk ka prova të qarta nëse ajo zbriti apo jo. Nuk ishte kamera, regjistrat e hyredalëve në port nuk ishin të rregullta, as Irena dhe as bashkëshorti nuk ishin vull në pasaport. Atë ditë në port kishte rreth 8000 persona që ktheheshin për festat e fundvitit. Kaosi dhe fluksi i madh e bën edhe më të vështirë çdo verifikim. Disa punonjës të tragedit deklaruan se e kishin parë Irenën të zbriste në Durrës, por asgjë nuk u provua me siguri. Hetimet zjatën 2 vite, askush nuk e di çfarë ndodhi me Irena Selin. A u mbyt në det, a u largua me dëshirën e saj, apo diçka tjetër ndodhi atë ditë në portin e Durrësit? Dyshimet e grupit hetues mbetën te pista e vrasjes. Kjo për shkak të jetës së ngarkuar me grindje të Irena Selit me bashkëshortin e saj, por edhe në këtë rast humbja e një nëne apo edhe bashkëshorte futi në grindje familjen e mbetur, ku bashkëshorti Irena Selit e akuzoi atë se i kishte vjedhur $100.000. Vetëm 10 vite nga zhdukja e nënës, djali i saj kërkoi regjistrimin nga gjendja civile, ndërkohë që tashmë janë mbushur plot 22 vite nga zhdukja misterioze e gruas në tragedë.